أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Falëndërimet, lavdërimet gjithnjë I takojnë Zotit të Madhërisëm, krijuesit të gjithësisë, nduesit në këtë botë në botën tjetër. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet tona të përzemërta në këtë ditë të bekuar, nga ky vend, nga thellësia e zemrave tona, ja përcjell me mësuesin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xhelal. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, na bën nder që të jetojmë në hijen e këshillave të Zotit të Madhërisëm dhe të pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse askush nuk e njeh më mirë jetën e kësaj bote se sa Zoti I Madhërisëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këshillat e pejgamberit alaihi salam janë rruga e vetme e sigurt dhe e sakt në për cilën mund me kalu njeriu në jetën e kësaj bote. Janë shenja të vërteta që tregojnë rrugën, fillimin, mesin dhe mbarimin e kësaj rrugë të gjatë që quhet jetë. Pra, ata të cilët I marrin seriozisht këshillat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata ecin në rrugë të sigurt të jetës, dhe për ta s'ka me pas frikë as dëshpërim këtë botë as në botën e përjetshme. Dhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do të ndalemi te pjesa te porosia tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në raport me njëri tjetrin I cili thotë se e kanë merituar dashurinë, mëshirën e Zotit të Madhërisëm ata të cilët këshillohen për hir të Allahut xhelle xhelalu. Në dersën e parë kemi thënë ata të cilët duhen për Allah, ata të cilët I vazhdojnë lidhje deri dalin te Zoti I Madhërisëm për hir të Allahut xhelle wala. E sot këshilla e tretë është ata të cilët e këshillojnë njëri tjetrin për hir të Allahut xhelle xhelalu. Vëllezër të dashur, në jetën e kësaj bote e keni pasë shpesh herë të kompanitë e mëdha botërore që janë më së shumti që paguhen janë këshilltarët. Sepse këshillon çysh hipet, çysh bëhet biznesi, ku arrin në 6 mujorin e parë, ku arrin mas një viti e kështu me radhë. Edhe ka çmim të madh si këshilltar ekonomik e kështu me radhë. Dhe natyrisht këshillat hipen në jetën e bote me parë. Por është shumë interesant se këshilla më e shtrenjtë e jetës ka ardhur fal. Dhe kjo ka ardhur prej Zotit Madhërisëm dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këshillat më të mira që I merr njeriu në këtë dunjë I ka pruar Allahu xhelle wala përmes librit të shenjtë Kur'anit dhe përmes profetit Muhammed paqja dhe bekimi Allahu qoftë. Nëse dikush të këshillon për një çështje që ka të bëjë me biznesin, Allahu dhe pejgamberit këshillojnë për çështje që kanë të bëjnë me jetën. E biznesi është vetëm një sektor I vogël në kuadër së jetës të gjanë. Pra, këshillat e Allahu dhe pejgamberit kanë përfshi jetën në përgjithësi. Prandaj besimtari, muslimani, njeri edhe ai rëndomti, në jetën kësaj bote nëse don me jetë si sigurt rrugëve të jetës, ai duhet me pas se si e ka këshilluar Allahu xhelle wala për çështjet e kësaj dunjaje dhe si e ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështjet të dunjas dhe të ahiretit. Sepse pejgamberi ka qenë njëri si na dhe I ka përjetuar të gjitha
stacionet e jetës në për cilat mund kalon njeriu në jetën e bote. Vëllezër, Zoti i Madhërisëm ka mujt me pru një pejgamber me laçe. Po njerëzit e këshmi refuzu, sepse e këshmi thonë, po kjo është me laçe, so njeri. Kjo nuk ndjen ata që ndjejmë na. Kjo se përjeton ata që përjetojmë na. Se dallon krijimtaria e melekëve për njerëzve. Por Zoti i Madhërisëm e ka çu pejgamberin pe llojit ton, pe njerëzve. Dhe me i tregu se si ecet rrugëve se bote, pavarësisht çfarë profili je në jetën e bote. Qoftë intelektual, qoftë një rëndom, qoftë familjar, qoftë ushtarak, qoftë ku diçka, të gjitha këto filtra i ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha. Dhe në për të gjitha filtrat, stacionet e jetës, ai ka qenë një sukses shumë. Prandaj shumë herë kur e studiojmë dhe analizojmë fjalët e pejgamberit për 23 vite, ai ka folë në pozicione të ndryshme. E dini vëllezër e dashur se ka hadithe që janë thonë për pejgamberit në situatën më kritike të mundshme, që kanë bë analiza psikologët, kanë thonë me bë me pruni person çat gjendje, edhe mi thonë fol ose këshillona, nuk është gjendje e në vetë me ditë. A Rasulullah i ka thonë këshilla. Merrni me men. Për shembull, m'ia vështërsu një personit situatën, me friksu, me kërsnu, ose me që një smut, ose ku diçka, edhe m'ia afru mikrofonin, ka thonë, mi thonë fol diçka se po duhet në këshill për teje. Emrin e vet nuk e di. Jemi njerëz dhe kena përjetu të situata. Rasulullahi në stacionet më të vështira të jetës ka dhënë këshilla të cilat shërbejnë për akademi shkencore të botës. Dhe kjo t'jep me kuptua se ka qenë i dërguar i Allahut xhallahu ala. Dhe ai s'ka fol për mendjes vet. A mundi me marrë me mend për shembull në shtrat të vdekjes, mi thonë një 5-6 fjalë që mas 200-300 vjetë mu vërtetu. Te ka thonë Rasulullahi në 3 ditë e fundit jetës sina. Pra në situata më të vështira të mundshme, ka dhënë këshilla, pra doshta me thonë se i ka përjetu gjitha filtrat e jetës. Dhe një për i këtyre vëllezër, mos xhalomi në temë sepse tani po zgjatmi, na thot pejgamberi alayhis salam se do ta fitojnë xhennetin, mëshirën e Zotit të Madhërisëm, ata të cilët këshillohen për hir të Allahut xhallahu ala. Muslimani vëllezër e mbulon të metën e vllavit, edhe e këshillon në heshtje. Munafiki i keqi e zbulon, e qet në shesh të metën e dikuj, edhe pastaj publikisht bën debat me ta. Kjo dallimi mes njerit të sinqert dhe munafikit. Muslimani i këshillon në heshtje. Muslimani bën përpjekje me nxjerr pe krizën njerin. Jo mja shplut metat. Prandaj tha pejgamberi alayhis salam, "Ad-dinu nasiha." Tha feja është këshill. Than limen ja Rasulullah, për ka është këshill kjo fe? Tha lillah, për Allahun, sepse të mëson kush është Zoti yt, të këshillon me merujt raportin mes teje dhe Zotit. Tha li Rasuli, pastaj për pejgamberin, tha sepse mëson njeriu, ja mëson njeriu të lidhen mes tij dhe pejgamberit. Kush është pejgamberi? Çon pejgamberi? Tha uli kitabihi, dhe është këshill për librin e Allahut azza wa jall. Feja të mëson mu afru dhe të libri Allahut i cilë katalog i jetës. O li a'immatil muslimin, dhe është këshill për udhëheqësit e muslimanëve, për udhëheqësit e njerëzve në përgjithësi, wa ammatihim, dhe është këshill për njerëz të rëndomtë. Pra feja është oqean në cilin mund të nëtojnë këtë kategoritë e njerëzve, edhe smirët vesh asgjë, sepse është e madhe. Pra feja është këshill dhe zëdashur. Dhe ne nëse duam dikan për hir të Allahut azza wa jall, ne duhet ta këshillojmë me ato fjalë që ka këshilluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Nëse ne nuk jemi të gatshëm, ata që e dojmë për Allah, shokin, mikun, dashamirën, vllavin, nëse ne nuk jemi të gatshëm me këshillu me fjalë të vërteta, kësaj në Islam i thojnë dyftyrsi, me mbështet në rrugë gabun e jetës. Sepse ai një ditë për ditë dhe ko me pagu çmimin e jetës. Jeta, kërkuj si ka dhënë mësim me falë. Si shtojnë filozofët e mdhaj, jeta është shkollë me pare, shkollë me kosto. Pse me kosto? Se nëse se ke marrë mësimin e jetës sot, nesër ke me pagu. E pagu në mënyrën më të keqet mundshme. Jeta nuk është lojë, test, por është reale. E nëse ne vëllezër e dashur nuk e respektojmë njëri tjetrin, nuk e këshillojmë njëri tjetrin me të vërtetën, atëre çfarë rëndësie pas ka shoqënia, vëllezëllaki, miqësia kështu me radhë. Kur e din që një njeri përfundon keq. Kjo dyftyrsi. Për këtë arsye na ka thënë Zoti Madhërisht në Kur'an, por ato shokë që nuk këshillohen për Allah në këtë dunja, ka thonë el akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduw illa al muttaqin. Thot shoqëritë e kësaj bote në ditë do shndrohen në armiq të njëri tjetrit para Zotit Madhërisht. Kush janë ata që kanë shndruar në armiq? Ata të cilët kanë pas dyftyrsi mes vetë dhe se kanë këshilluar njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa jall. Na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dy njerëz rrugtojnë jetën e kësaj bote, edhe nuk këshillohen mes veti, dhe njëri prej tyre vdes, dhe punët e këqija të tij e çojnë në xhenem, ta i thot Zotit, o Zoti i Madhërisht, mos jam mundësa edhe shokit tem më pendu dhe me kuptu të vërtetën, sa im ka tradhu. A i s'ma ka thonë të vërtetën. Unë e pagujta çmimin e jetës, po mos jam mundësa ati më pendu. Dhe ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadith, kur shoqërohen dy njerëz të sinqert, edhe këshillojnë njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa jall, edhe njëri prej tyre vdes, dhe thot Zoti Madhërisht se e bapi banorëve të xhenetit, ai thot Allahut, o Zot, mbroje dhe mundsoja dhe shokit tem me vdek me të mirë, dhe të bëmi bashkë në xhenet, sepse ai ka qenë shkaktar dhe mua më ka këshillu. E dini vëllezër çka do të thonë, si shembull thjesht, një shok që kemi në jetën e kësaj bote, edhe ti vjen në xhami, ata e leja xhamijes. E di sa është e rëndë te Zoti kjo? Që si ke të regu që rruga vetëm është kjo. A di sa rëndë është ti me konë sot në xhami, e dikush tjetër më të prit dikun tjetër? Sepse nëse të ka da kjo rrugë këtë dunja, ka më da dhe në ahiret. Kush është shkput për rrugë e Zotin këtë dunja, s'ka bashkim me ta më në xhenet. E ndanë rruga xhenetit. Pa ku ta dojmë njerën këtë dunja, vëllezër, na do ta dujmë t'ja duna edhe fundin e mirë. Shembull është i rrugëve të këqija, do me këshillu, s'ban. S'muna me kon shokna. Sepse e vujna pastaj pozitën nesër në ahiret. Vina me një moment shumë të vështirë për Allahut xhallahu ala. Pra me këshillu njëri tjetrin, që atë mirë që e kemi përjetuar me përjetu së bashku me ato që e dojmë në jetën e kësaj bote. Dhe na pa dyshim se musliman do t'ja dash mirën secilit. Po nëse e shohmë një prej shokëve tonë, sepse në këtë kohë të dashur vëllezër është begi, janë prish balancat në shoqëri, dyftyrsi e madhe, interesi i madh. Çish prishet njëri për interes dunjas? Muna më prish për interes të vërtetës. Para ata që ka thënë Allahu dhe pejgamberi, prishmi. Sepse nuk muna me lëshu penj, nuk muna me shkel mbi librin e shenjtë, as mbi fjalët e Resulullahit. Ama për dunja do të më lëshu penj, nëse dojmë dikam për hitë Allahu xhallahu ala. Sepse nëse komuna dasht ky argument për Allahu subhanahu wa taala,
Edhe që kam thonë dhe për përsëriti, Allah do t'ju thëtë disa njerëzve në xhenem, dilni prej xhenemit veç nëse e bini një argument se keni dash dikan për Allah. S'ka në argument, kërkan se kanë dasht. Rreni për ata, aty se mire keni. Kështu thëtë Allahu xhallahu ala, rreni pra. Se keni asë një njeri që keni dash për Allah. E që ajo është në xhenet. Pra nuk ka gjithë shka materiale në këtë dunja vëllezër. Shoqëria është shumë e rëndësi. Një shoqëri e cila të ka lidh me të rruga e gabure, hidhërimi i Zotit madhreshëm ka më të kthy në bumerang. Ta dish, ka më të marrë në qaf. Një shok me cilin ke rrugtu hiç më shumë se një ditë. Në rrugë të gabuar të jetës, ka më të marrë në qaf në ahiret. Sepse jeta ka më të kthy në përgjithësi. Pra ne i duam shoqërinë, e duam shoqërinë e mirë. Njerëz që ja kanë frikë Zotit madhreshëm dhe kur të gabojmë, na afrohen ngadalë na thojnë o vëllai dashur, ki frikë Zotit. Sa Allahu po thot në Kur'an çështu dhe pejgamberi thotë çështu. Na këshillojnë. Kësi njerëz na duhen. Si shok na duhen. E pastaj kur na mbulon dheu i varrit, ata lutën për neve në shefsi, ju mungojna dhe na mungojnë. Deri të shkojmë te Zoti i madhreshëm, si thot pejgamberi, Allahu ju thot dy njerëz në ahiret, për ka një dash në dunjë, ata thonë o Zot ti je dëshmitar se për ty na dasht. Allahu ju thotë pra për shkak se një dash për mua, edhe unë ju du dhe ta shkyni në xhenet. Dorë për dorë bashkë. E kjo është dhunti e madhe. Pra, të jemi pak të sigurt dhe të rezervuar me ka rrugë këtu e mjekën se bote dhe ku bashkohemi dhe në cilat pika në ndan jetë dhe ku në bashkon jeta. Sepse jeta kësaj bote nuk është e rastishme, por një ditë do t'i kthehet përgjegjësisë para Zotit të madhreshëm. E shoqëria mirë është prej virtyte, prej cilësive dhe prej dhuratave më të mira që mund me posedu njeriu në jetën e bote dhe po na thot Rasulullah e kanë merituar shpërblimin e Zotit të madhreshëm. E nesër meritojnë xhenetin ata të cilët janë dashur për Allahun, i kanë vazhduar lidhjet për Allahun xhalla wa ala, janë këshilluar për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe kanë kontribuar për njëri tjetrin në jetën e bote për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jemi shumë nevojëletë të dashur vëllezër me pas shoqëri të tillë. Kemi shumë nevojë të shoqërohemi me njerëz të tillë. Sepse jeta kalon shpejt. E pasaj një ditë na duhen argumente jetës dhe ne duam të rezervohemi, të sigurohemi se nesër do t'ja shohim hajrin para Allahut xhalla wala. Këtu pe përfundoj me vazhdu inshallah taala pjesën tjetër të hadithit në xhuman e ardhshme, nëse Zoti ka bërë emën. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.